Do të flasim në këto momente për dhunën, por edhe abuzimin ndaj kafshëve. Situata të ndryshme hera herës bëhen shumë shqetësuese në Shqipëri, ku persona të ndryshëm, qytetarë të ndryshëm, i shohim teksa në mënyrë makabre keq trajtojnë kafshë të ndryshme, qofshin ato kafshët e tyre pra që i kanë kafshë shtëpiake, apo edhe ato që janë në gjendje të lirë dhe ende në rrugëve. Fillimisht do të ndjekim një insert e më pas në studio me të ftuarit që na janë bashkuar. Dhe në momentin dashurisht ju prezantoj me të ftuarit që janë bashkuar me ne në studio për të folur për këtë temë. Ju prezantoj së pari me zotin Martin Lazani, veteriner. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit. Kënaqësi që jeni me ne. Ju prezantojmë gjithashtu me zotin Renaldo Morava, aktivist mbrojtës i të drejtave të kafshëve. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë gjeta. Faleminderit. Doktore, nisim bashkë për të marrë një panoramë të përgjithshme si jemi ne shqiptarët në raport me kafshët. I duam, jemi indiferent, sa abuzojmë me to, për ta nisur nga një vështrim i përgjithshëm. Atëherë, do të nisim që çdo vit më shumë bëhemi më shumë të dashur për kafshë, më koshient për të drejtat, më koshient për kuptuar që një qen dhe një mace nuk janë thjesht macet hajmite, qenit të ruaj shtëpinë, janë më vërtet kafshë shoqërimi, pra janë qenie sociale, nuk janë kafshë pune. Çdo vit shikohet që ka zot që janë për herë më të kujdesshëm, ka njerëz që janë për herë më të dimshur që jo vetëm kanë kafshët e veta që i trajtojnë shumë mirë, po ndihmojnë edhe kafshë rrugë. Po si çdo herë, si në çdo vend, ka raste pafund abuzimi, ka njerëz që akoma mbajnë një qen në shtëpi dhe thonë që e trajtojnë mirë, po në fakt qeni është i lidhur në kolibe dhe 24 orë i lidhur. Po nga vjen kjo? Mund të vijë nga mungesa e informacionit? Një pjesë është mungesa e informacionit dhe një mungesë ignorancë. Unë kam gati 15 vjetë që merrem me këtë punë dhe normalisht në fillimet tona të gjithë klientët që të vinin merr një qen që është gati duke dhënë shpirt, e hedh në ty e këmbët, bën një vaksin, po u bë mirë, po s'u bë gjë tjetër. Edhe sot ka kështu? Sot nuk ka më kështu. Sot ka njerëz që vinë për check-up, sot ka njerëz që bëjnë trajtime dhe trajtime bukurie, ka njerëz që marrin aksesor, që kujdesen të jetë shëndeti maksimal. Pra është një pjesëtar familje tani më, nuk shihet siç e thatë ju që e lidhe dhe të ruaj shtëpinë të dera. Për herë më shumë. Këto raste ka, këto raste janë këtu, këto raste janë kudo. Por raste dhune ka dhe raste dhune shohim shpesh. Dhe dhuni jo thjesht ka mungesa e informacionit nga ignoranca, ka dhe dhunë dashakeqe, pra rrafjet qëllimshme, përplasjet qëllimshme dhe deri tortura. Po, a është kjo shoqëria jonë vendi dy ekstremeve i njerëzve që vërtet i duan edhe i mirë trajtojnë edhe i mbajnë si pjesëtar të familjes së tyre, dhe një pjesë tjetër që janë refuzues totalisht apo edhe dhunues ndaj kafshëve, çfarë ke vënë re? Po, absolutisht janë të dy lloje, siç janë në çdo vend. Problemi tek ne është që nuk ndëshkohet njeri. Pra, ne kemi eksperiencë edhe nga jashtë. Kudo ka njerëz që për arsye psikologjike, sociale, nuk do të hyjmë kësaj. Veç aktivistëve, kush i mbron të drejtat e kafshëve sot në Shqipëri? Ka një institucion? Teorikisht duhet të jetë policia, po nuk është se ka një legjislacion të mirë, janë duke u bërë kohët e fundit, kanë hyrë, por nuk ka legjislacion apo s'respektohet? Nuk ka pas një legjislacion të mirë, është rregulluar, do punohet akoma. Problemi është se nuk është se ka zbatueshmëri. Po të marrim raste më të afërt të Italisë. Italia ka policia cinofila, pra ka një polici që merret me të drejtat e kafshëve. Dhe nëse dikush denoncon që X i mban shtëpi, 10 qen mbyllur bodrum, i ka vënë Chelsea-n, i hedh buk nga larg, të vinë gjobitesh, burgosesh, merren qen dhe ato qen çohen diku për të riabilituar. Nëse kjo gjë ndodh këne, një nuk të vjen njeri, dy edhe po të erdhi, nuk ka një vend ku ti çosh ato 5 qen që ato nuk janë më për familje. Ato duan riabilitim, se nëse i kanë mbajtur mbyllur, lidhur, keq trajtuar për muaje vite me radhë, nuk shkojnë dot te një familje sepse është agresiv si qen për komunitetin. Është njësoj si një njeri ta mbyllësh që fëmijë në burg. Dhe kur ta nxjerrën shoqëri, do një riabilitim, do një psikolog, do diçka që të riabilitohet, e njëjta gjë edhe për qenin. Dhe këto gjëra ndodhen edhe në qenë që janë të egër. Kur ndigjojmë pitbulla që kafshojnë njerëz, nuk kafshon se është pitbull i keq, se ne kemi pitbulla kur i mbajnë mirë, bëj çat dush të kafsho kurr. Por nëse ti ke një qenë që xha ka një predispozit të jetë agresiv, i fu dhe një të lidhme, i fu dhe i trashme. Pra shfaqit të Zotit se si e trajton. Është gjithë problemi ke i Zotit, nuk ka qenë të egër, ka njerëz që s'din ta trajtojnë. Dhe pra ti merr një pitbull, 40 kg, muskul i gjallë, e mbyllë, e rafe, i ditë bukur, the ose s'ka më lek me e majtë, ose s'du me e majtë më këtë, hap derën, e lëshove dhe hongë njerëzit. Kush u dëshkua, kush e ka fajnë, se s'ka një regjistrim. Ne nuk e dim ky qeni kujt është.
Po, për pitbullin, është e vërtet që është një qenë, si që kemi dëgjuar të paktën, në për shoqëri, që është një kafshë e cila nuk mbahet, nuk do të them zgjidhur, po e lirë. Nëse ai është mësuar si që duhet, ai është qeni më i mirë mbot. Marë parasysh edhe për masat që ka? Kemi klient që fëmia foshnjë dhe pitbulli rrinë me i krevat. S'ka asnjë problem. Unë kam doberman që prap quhet të qenë të egër, që 5 ditë që ka fëmia im shtëpi, që 5 ditë që ajo ka takuar, kanë jetur bashkë me të, ai fut durët ke ushqimi, heq lodrat nga goja, nuk ka asnjë problem, sepse nuk ka lidhje qeni. Si zgjidhet kjo, doktor, sepse ishte para do kohësh, nuk e di nëse kujtoj sakt në Kosovë, që kishte hyrë një qenë në mjediset kam përshtypjen bulldog në mjediset një shkolle dhe kishte bërë kërdin me nxënësit aty. Tani, s'mund ta lëm dot as në dorën e individit nëse e ka rritur keq. A ka rregulla që përcakton se si duhet jenë ato në momentin që dalin jashtë mjediseve të shtëpisë? Në radhë duhet kemi një regjistrim. Pra, duhet dim, ky pitbulli kujt është, kush mban përgjegjësi për këtë qenë. Sepse ti doli një qenë tani në rrugë, kafshoj, ku do të gjesh ti kujt është ai qenë? Një tjetër çështje shumë e që këtu nisim se kush do mbaj përgjegjësi që e bleu, e gërsoj, e rriti, e lëshoj në rrugë. Te asnjë nga këto hapa s'ka faj qeni. Ka faj njeriu. Qeni okej, do merret se nuk është më për shoqëri. Në disa vende i çën me eutanazi, në disa vende i çën për rehabilitim, por faj nuk është i qeni, nuk u gjet qeni mes shkollës, u lind aty dhe filloi me hapur fëmijët aty. Dikush e lëshoi. Kush e lëshoi, këtu nuk ka një database nga çdo vend. Pra, ky qen ka një mikrochip, ky mikrochip është i filanit. Nëse ky qen është abandonuar, po nëse do që i largohet të Zotit, duhet denoncoj. Nëse i largohet Zoti, denoncohet, kush e gjen, policia, bashkia, kush merret me këtë punë, bën një skanim, ai mikrochipi në database nxjerr emrin dhe adresën e pronarit dhe i çohet në shtëpi. Edhe nëse e ka abandonuar, sepse ne po flasim për qenë... Edhe nëse për shembull i është larguar nga duart edhe qeni nuk ka maskën për shembull... Janë përgjegjësitë e pronarit. Janë përgjegjësitë e pronarit. Nëse ti ke një qenë të egër të patrajnuar dhe masi duhet është përgjegjësia jote. E qartë. Po ne duhet gjejmë kujt është përgjegjësia, por ne s'dim kush është pronari. Që se gjurmon dot. Kur? Dhe se kupton dot se kush është. E qartë. Renaldo, çfarë ndodh me ato raste që mbase mund t'i dini apo edhe i keni identifikuar ju si aktivist i mbrojtjes edhe të drejtave të kafshëve, të këtyre personave që i dhunojnë, jo më larg se para pak kohësh ne patëm një rast të tillë i cili u bë publik, e për të mos folur më pas edhe për abuzime nga më të ndryshme, të cilat edhe për çështje etike nuk dua tani më ti përmend. Atëherë unë mendoj që gjëja kryesore dhe problemi kryesor që kemi është, siç tha në fillim, mos informacione, mos pas informacionet. Atëherë, nëse do ecim sipas ligjeve që ka Republika, do dalin që pronarët e papërgjegjshëm, që dalin me qenë, duke e njohur qenin e vet se ka, se nuk është e thënë dalësh patjetër me maskë, ku shkonte me qenin. Po ti e njeh që qeni ka, çka karakteri ka qeni, ku e ka problemin qeni. Ke kafshët e tjera, apo tek njerëzit. Pra gjithë përgjegjësia bie mbi pronarin. Dhe unë si pronari dyqenda që kam 40 kg dhe 30 kg, jam i detyruar që në vendet caktuara publike do vendos maskat. Sepse ka nga ata njerëz që tremben kot vetëm nga madhësia. Po tash kush jam unë që t'i shkaktoj atë një problem, paniku apo konfliktin në momentit. Atëherë çfarë duhet bëjmë ne gjithë? Gjëja e parë që ne duhet bëjmë është që, siç tha dhe Martine shparë që ne nuk mund të hapim derën e qenit tash dalit për qefin e vete dhe të vi, siç bën shumica e shqiptarëve. Nxjerrim çik qenin në jashtë tani të marrojë punët e veta, se vje veta e di vetë shtëpinë. Po e gjatë kohës që del jashtë mund të bëj shumë gjëra. Mund sulmoj qenë tjetër, mund sulmoj ndodh që edhe sulmoj, ne kupton, por unë si pronar duhet të jem i mirë informuar se çfarë bëj për të marrë një kafshë. A të shqetësojnë rastet kur të thonë që lidhe e kanë frikë, mos, nuk e di, ndoshta mos hy me qenin në një bar, apo në një restorant, apo në një ambient që mbasi mund të jetë edhe publike dhe ti vendos të shkosh. Cili është reagimi në këtë rast? Po, e kuptoj, po qenin mbi të gjitha varë se si ti e mëson. Se si ta mësosh qenin, ashtu të bëj ai. Nga njëherë problemi është edhe tek i zoti i qenit, nuk është gjithmonë problemi se, dakord, po, tek pronari, nëse do ta quaj kështu. Përgjithsisht dhe pronari është. Çfarë ndodh në këto raste? Si do të reagoje nëse do të thonin, të lutem, qenin mbaje larg, edhe pse qeni yt është një qeni but, i cili është mësuar, është i edukuar. Unë e di gjitha ligjet që ka kushtetuta për na pronarët që mbajmë kafshët. Nëse qeni im bën zarar, ashtu marr xhob nga shteti 100 deri në 300 lekë
Nëse unë jam abuziv ndaj qenit tim, apo e mbaj në kushtet këqija sanitare, apo këto streha private, që janë këto që mbajnë kafsh në higjenë të keqe, ka gjopë më të lartë, 300 deri 1 milion, flas për të vjetra. Por, mund ka ardhur për shembull nga ankesat e komshive, autoritetet e bashkisë në shtëpi, dhe më kanë thënë, si është puna me qenë të tu? Se kishte raste që kisha më shumë, se aktivist që isha shpëtosha nga rruga, fëse në shtëpi. Çfarë shqetësimi kishin fqinjët që ankoheshin? Po, ankoheshin njerëz se bëjnë zhurmë qeni, lefin gjatë natës, se qeni e ka instiktive, kush afrohet afër E shtëpisë, qartë, po. do lefi aty ke dera, ose vje baba. Dhe cila ishte problemi juaj me autoritetet, Po, ndërkohë që dhe vini erdhën pas? ato dhe thanë, merë masa për që nusha që ke, nuk po themi gjë, e dim me qa Këshillim, mere, pra, qa këshillim, bën, po. merë masa më së qëtësojë tjetëri. Çfarë bëri? Ku i rehabilitove të gjitha ato që janë? Apo i zëre Jo, prapë? që pëstaj që të bëja detyrova e gjeta e adoptim, nuk është se i bërë këti, se së bëhet fel, ne vullnetarët jemi këtu, për shpëtu se kemi mundësi për të heqë qenë dhe shpesë. Po nëse, morava i kthehemi pjesës e abuzimit, çfarë konstatoni ju nga puna e përditshme? Sa i shpesht është abuzimi me kafshët? Çfarë lloj abuzimesh? Se ka që nga, ku diun, të trajtuarit keq me fjalë, me neglizhencë deri tek dhuna. Shiko, problemi më i madh është përgjithësi si vend, ne nuk jemi kafshë dashës. Është 1% e vogël që do kafshë dhe ankohemi edhe për hizxha. E bëjmë qime në trasit, themi. Ka shumë nga ata që na thënë, s'kemi nga kalojmë. Po kjo nuk është e vërtetë, se ke ku të kalosh ku dush. Po. Po këto janë thjesht ankesa, ose për shembull ju që e doni merrni në shtëpi. Po këto nuk janë mënyra të logjikshme. Nëse do flasim si i vend që e duam Europën dhe po shkojmë në Europë, le të bëjmë qytetarë, se ndryshimi fillon nga vetja. Atëherë, unë mendoj që në shumicën e rasteve problemet egzagerohen. Kafshët e rrugës janë kafshët më të abuzuara me padrejt. E para, kush e ka braktisur ata kafsh, që ai është rrugëve sot? Nëse do funksionon të shteti, atë që e braktis kafshën e kap dhe e gjobit sipas nenit deri 1 milion lek. Okej, atëherë. Pse e braktise? Për arsyet më banale. Jo po lëshon qime, jo po mongri divanin, jo po mongri shapkën, jo po më bëri pis shtëpi. Kafsha Nuk e bërë ende gati për të marrë në shtëpi një qenë, nëse do mendohesh 1 milion herë para se të marrësh një kafshë, qof rase, qof tja. Martin, a ke pasur raste që mund të kenë ardhur dhe janë drejtuar dhe ke kuptuar që nga ekzaminimi që mund të kesh bërë kafshës ka qenë i dhunuar nga pronari? Dhe më thënë, arri një veteriner që ta daloj, ta njohë? Flasim me nivellet dhunës, Po. nuk po themi, sa i që arri puna të torturoj dhe dhunoj kafshë nuk e sjellë të veterineri. Po flasim, edhe ka dallohet një pronar që e keq trajton, dallohet nga frika që ka qeni kur shikon atë, që nga hija që ka qeni, në momentin e parë që ti ngre dorën, ai mund të urinoj nga frika ose në qife, duket pozicionimi, qasja e qenit ndaj çdo njeriu, sepse ai nuk është se lidhur me pronarin, ai ka merr frikë nga njerëzit. Dallohet qasja e qenit, një qeni të friksuar, një qeni keq trajtuar nga një qeni të dashuruar ose të rritur normalisht. Dallohet goxha mirë, pastaj të themi keq trajtim në dhunim është gjë e madhe dhe nuk mund ta ndajmë. Po një qenë që është keq trajtuar dallohet shumë lehtë. Kujtoni ndonjë rast, pyetje për të dy që ju ka bërë më shumë përshtypje, ju ka dhëmbur më shumë kur ndoshta ju është ofruar për ndihmë unë kam pas një rast që më mbaj më apo ju që shumë mund keni parë, po. Ka qenë një pitbull që e kishin lidhë në shtyllë dhe mas e kishin lidhë në shtyllë për rrifshin me hekura. Zoti, apo? Nuk u marrë vesh, se ai që e solli ka ne, ai e kishte gjetë diku nga periferia e Tiranës. Pra ishte lidhur dhe e E rrifnin. kishin lidhë në shtyllë dhe për rrifnin. Me hekura. Me hekur. Ai që e kishte parë, kishte përzënë se ishin blet sa të ri, e mori e solli ka ne, po gjendja e tij ishte, do të sot e kësaj dije sa harroj, se ishte jo në dhimbje shkrete, po nuk e ke ide, nga dhimbjet vdiq. Edhe çfarë E kemi marrë edhe me morfine, me të gjitha, po ishte thyer gjithanë. Po çfarë përjetimesh në vetë parë ju, doktor, në momentin që përballen me situata të tilla, të merr. Po të vjet gjuna, se në radhë parë këto janë dhe arsye që s'kupto pse e bën, se duhet ta arrish një qenë të gjallë, ta lidhësh dhe ta rrafësh. Çat ka bë, ç'a mund të ketë bërë që ta çosh në pikë. Po mbase kishim edhe një rast para pak kohësh që i kishte sulmuar djalin e mos gaboj, dhe prindi kishte shkuar dhe dhunuar në mënyrë makabre Okej, ajo e fëmijës, po ajo është instikti, po të nga hiçi. Çunat e lagjës dhe po rrifshin qenin kot, domethënë është nuk ka si lloj logjike me arrit në të pikë, domethënë.
Këtu pastaj dalim që të analizojmë se çfarë traumash kanë njerëzit që shkojnë në veprime të tilla, që dhunojnë një kafshë. E denoncuat si rast, apo? Denoncuar aktivistët i kishin bërë dhe foto, po nuk u bë kaq e famshme sa këto tjerat. Morava Sa ju? iku shpejt, domethënë as 24 orë masi e sollën. Me qartë. Unë kam raste shumë nana që i them fëmijës, ja qeni mami, biri qenit. Dhe pastaj kur qeni jep atëra, kur qeni jep atëra reagimin e vet, pastaj do ankohet. Na qeni. Atëherë shiko, unë mendoj vetëm një gjë. Është shumë e nevojshme një projekt ndërgjegjësimi. Dhe projektin duhet ta bëjnë autoritetet përkatëse. Kohët e fundit kanë filluar të ndryshojnë gjërat dhe mua më bëhet qefi. Pse? Sepse deri diku policia deri dje nuk na përfitte pothuajse nuk ekzistoshim nëse ne do bënim një ankesë që ky rref qenin, ky abuzon me qenin, pse me qenin do merrem ne thoshte, por sot vinë. Dhe pikërisht nëpërmjet policisë kemi arritur në Lushnjë, në Divjak, të marrim një qen të abuzuar nga pronari. Dhe kjo është diçka... Është shumë e rëndësishme që qeni të shpëtohet, po a mundet që në këtë rast të shpëtohet edhe pronari? Dhe kur them të shpëtohet pronari, kam fjalën për t'u edukuar edhe për t'i dhënë një mësim apo për t'u gjobitur apo për të marrë mbrapa nuk mund ta bëjmë. Diçka. Nëse unë shkoj atje me polici dhe i them atit, po morë prap qen, do të fusëm brenda, do të bëjmë denoncim, se si për këtë punë. Këtë e mbështet si teori apo është normale, duhet ndëshkueshmëria, se atë se ndalon asnjëri shkoj të marrë edhe 200 tjerë. Ja morën këtë, aty nuk është se vetë shumën se i morën një, shkop dhe tjerët se aty i ka, e nis nga e para prapë. Është ky muhabeti i ndëshkueshmërisë. Ndëshkohen 1-2 kur bëhet shumë e famshme, 10 tjerë zgjidhen kështu, ja heqin për momentin, ai vazhdon prapë. Uroj që të funksionojnë. Kjo gjë kudo, po në vende të tjera hyj edhe në burg. Tuke ne thon kaloj e mirë, hajde çojmë. Uroj që ligji të funksionojë, po nga ana tjetër edhe të ketë një sensibilizim dhe një ndërgjegjësim, shpresoj shumë që edhe programe si këto dhe tematika që ne trajtojmë çdo herë të na bëjmë më të ndërgjegjshëm. Falenderojmë vërtet shumë që ishit me ne dhe për gjithë kontributin në këtë bisedë në këtë temë të rëndësishme. Do të shkojmë tani në një hapësirë me reklama, rikthehemi pas pak. Yes,